Viti 2026 nisi me hyrjen në fuqi të vendimit të qeverisë për kompensimin mujor të pensionistëve, një mas që synon të lehtësoj barierën ekonomike për të moshuarit në kushtet e rritjes së çmimeve. Eksperti Kujtim Hoxha, në një intervistë për Ora News, sqaron se kush përfiton dhe sa para shtes merr çdo kategori. Është bonus, sepse nëse do të ishte rritje, e do të ishte pjesë e pensionit. Këtë bonus prej 1.800 lekë do të përfitojnë pensionet e plota, që janë në zonat urbane. Pra 18.000 lekë. 18.000 lekë. Por kjo duhet shpjeguar që ata që kanë pensione mbi 20.000 lekë nuk e përfitojnë. E përfitojnë të gjithë ata që duke shtuar bonusin se kalon 400.000 lekë. Në vitet e punës të plota, marë 395.000 lekë, bonusin e marë vetëm 5.000 lekë. Të 18.000 lekë, futen të gjitha ata që përfitojnë nga ligji 150-2014, janë minatorët. Ligji për pensionin suplementar të minatorëve, të metalurgëve, naftëtarëve. Përfitojnë gjithashtu nënat me shumë fëmijë. Ligji ka parashikuar që edhe invalidet mund të përfitojnë atë shtesën 6.000 lekë kanë. Invalidët. Jo 18.000 lekë, 6.000 lekë. Hoxha thekson se ndihma është e mirëseardhur, por paralajmëron se ajo nuk zgjidh problemet e mëdha të pensionistëve në raport me koston reale të jetesës. Pensionistët nuk duhet të gënjehen nga kjo është lëmosh, më tepër edhe për këtë faktin që qeveria i tregon këtë që do t'ju jap kaq, edhe në fakt me këto mekanizma duke i bërë përjashtimet e grupeve shoqërore shumë të gjera, nuk u jep asgjë. Eksperti Hoxha ka shpjeguar ndryshimet e fundit në ligjin e pensioneve, ku është parashikuar një rritje graduale e moshës për daljen në pension për gratë, me 2 muaj çdo vit, deri në vitin 2032. Kështu gratë këtë vit dalin në pension në moshën 62 vjeçare.